e fillon fushatën në Prishtinë, që duket pak a shumë e pa trembun prej fortunave që mund vinë me 28-in. Lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve të Nënshkutit, duhet qenë se nuk ka dashur me i dhonë vendit institucione, për shkak të privilegjeve me i ujtë edhe një vjet ma shumë, me i shty me poezi nga posta e poezitun e Mark Krasniqit ku shemon men, ose nga prallat e gjyshit, pa asë një lloj legaliteti juridiko politik, me dy kuvendet shpërndome, thot që jo mende kryeministër, merreni me men. Me një kuvend shpërdom, ka kryeministra në detyrë. Dhe këto e një demokracia. Me dy kuvende, radhazi, të shpërndome dhe t'jesh ende kryeministër. Në detyrë? Në detyrë. Kjo skandaloze, kjo e pa pome në demokraci. Ajo është kryeministër në detyrë? E pa pome në demokracitë liberale në krejtë Evropën perëndimore. Ama është, nuk mund t'i thuash që s'është kryeministër në detyrë, apo? S'di që këtush me e qujtë. Po I postit publik. Nëse ka në një... Po aty se kërkush nuk u shku halo me i thonë, ka dalë djali mirë se ti nuk je kryeministër ma këtu. Se s'guxoj. A dim se, sa i ka shti në orbitet e tyne me flamuj, tund flamuj e hymne, e patriotizma kotin, shekullin 21, në dekadën e dytë, do më hanë në dekadën e dytë, jo, po në dekadën e tretë, shekullit 21. Dhe tash, do të thotë dhe vend të në kohën e inteligjencës artificiale, në vend të strukturave teknologjike që mendja njeriu tande nuk i ka po, ne ofrojmë nacionalizma, ofrojmë flamuj, ofrojmë nacionalizma të shekullit 19. Sepse në shekullin 19 ju në kriju kombet etnike, po flasë. Këto erdhen në gjitha taborët me përshkak të himneve që i dëgjuat. Po gjitha, absolutisht, unë nuk e pash në për shtetuvime kërkun flamuarin e Republikës Kosovës. Haram buka ju kohë, që ty në që punojnë shtetë. Edhe e bojkotojnë flamuarin e shtetit. Edhe hymnin e Republikës, ose s'paku e lëshojnë tinza. Mos muni, janë olin zonin. Që ta janë njerëzit që lypin pushtet në Republikën e Kosovës.